Në këtë takim patëm 3 pika thelpsore të rendititës, e para nominimi për kryeministër, e dyta marrëveshja e bashkëpunimit dhe nominimi për president, dhe treta lista kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në unanimitet të plot, LDK-ja votoi propozimin dhe vendimin e kryesisë nëpërmjet Këshillit të Përgjithshëm, që në garën e ardhshme Vjosa Osmani të jetë kandidati për presidente, unë të jem kandidat për kryeministër, dhe të kemi me veti gjithsej 110 kandidat për deputet, që propozohen nga degët e LDK-s vetëm. Dhe në këtë drejtim të ofrojmë një platformë zhvillimore të brendshme, integruese jashtë, që i kthen dinjitetin politikës kosovare dhe përfaqësimit të Republikës Kosovës. Me këtë rast, ju ftoj dhe juve dhe gjithë qytetarët të mbështetës tonë që nesër në ora 18 në sallën AMC të bëni pjesë e tubimit të bashkimit në adresimin e parë që Vjosa dhe unë do t'i bëjmë mbështetësve tonë për këtë garën e ardhshme. Ishte atmosferë pozitive, ishte frym bashkëpunimi, ishte frym përbashkimi.